Kjo vetëm sa hub rëndësinë e mbikëqyrjes parlamentare. Ne tash e kuptojmë që kemi një qeveri të madhe, sigurisht ka edhe kosto buxhetore të shpenzimeve të mëdha, edhe të mëdha të shërbimeve, të shpenzimeve të luksit, po mos na bartni edhe ne të Kuvendi i Kosovës. Ndarja e disa komisioneve ishte tepër qesharake, edhe në dhënë kuptimin funksional. Nëse ka efikasitet, për shembull, ka shumë shembuj, po që komisioni për shëndetësi dhe punë qenie sociale, që ka fushëveprimtarinë pothuajse gati të njëjtë. Vetëm emërtimet, frazeologji e njëjtë, përsëritje, dhe kjo nuk është asgjë efektive. Çka është për me i përmbush ambicet të ndonjë individi që tjetë kryetari i komisionit, rritet kosti e pak e shpenzimeve buxhetore në Kuvendin e Kosovës, edhe mos ketë mbikëqyrje fare ndaj qeverisë. Që është jashtëzakonisht e rëndësishme që deputetët e Kuvendit të Republikës Kosovës të përfshihen në komisionet parlamentare, të ketë një angazhim shumë të madh të deputetëve në shumë çështje për të cilat e kemi përgjegjësi që diskutojmë dhe të marrim vendime.